Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam mësuesja Melda Baruti, mirë se po takohemi me ju. Sot për ju kam përgatitur një njësi mësimore në lëndën e matematikës. Njësia mësimore titullohet Thyesat që tregojnë të njëjtën pjesë të një tërësie. Ju lutem, hapni librat në faqen 146 dhe 147 tek libri bazë. E kemi detyrën e parë. Kemi të paraqitura disa rrath. Tek e para kemi një tërësie ndarë në dy pjesë dhe është e ngjyrosur vetëm njëra pjesë. Atëherë kemi thyesën 1 të dytat. Numri 1, të rikujtojmë, na tregon numëruesin, vija në mes është vija thyesore dhe numri 2 emëruesin. Kemi figurën tjetër, e cila është ndarë në 4 pjesë të barabarta, 2 nga të cilat janë të ngjyrosura. Tani e kemi thyesën 2 të katërtat dhe në figurën e tretë kemi tërësinë e njëjtë si dy figurat e para, por tërësia tani është ndarë në 8 pjesë të barabarta, nga e cila shohim se janë të ngjyrosura vetëm 4 pjesë. Pra e kemi thyesën 4 të tetat. Çfarë të përbashkët shohim ne këtu? Çfarë kanë të përbashkët këta thyesa? Njëra është 1 e dytat, njëra 2 të katërtat, njëra 4 të tetat. Shohim se rrathët kanë pjesën e njëjtë të ngjyrosur, sikur te figura e parë, sikur te e dyta, sikur te e treta. Pjesa e njëjtë është e ngjyrosur. Ani pse na ndryshon emëruesi, apo na ndryshon edhe numëruesi, nga kjo kuptojmë se kemi fituar thyesa të barabarta. 1 e dytat është e barabartë me 2 të katërtat, e cila është e barabartë po ashtu me 4 të tetat. Po edhe 1 e dytat është e barabartë me 4 të tetat. Kemi figurën e njëjtë. Pra, kur e kemi figurat e njëjta, edhe nëse janë të ndara në tërësi të ndryshme, nëse ngjyrosen pjesët e njëjta, atëherë fitojmë thyesa të barabarta. Të shohim të njëjtën me një shembull tjetër. Dhe këtu i kemi 2 rrath. E para është ndarë në 4 pjesë, tjetra në 8 pjesë. Tek e para ngjyrosim vetëm njërën. E kemi thyesën 1 të katërtat. Tek e dyta ngjyrosim 2 pjesë nga tërësia. Kemi 2 të tetat. E shohim se pjesët e ngjyrosura paraqisin sasinë e njëjtë, si te figura e parë, po ashtu edhe te figura e dytë. Ani pse po na ndryshon thyesa, është e njëjta. Pra është e barabartë. Kalojmë te detyra e radhës. Kemi ngjyrosim aq pjesë të figurës sa tregon thyesa. Këto janë figurat, të cilat ju i keni edhe në librat tuaja. I kemi edhe thyesat e dhëna, kemi thyesën 1 të tretat, tërësia është ndarë në 3 pjesë dhe ne duhet të ngjyrosim vetëm një pjesë. Po besoj se edhe ju tani i keni ngjyrosur. Thyesa e radhës është 2 të gjashtat, tërësia e ndarë në 6 pjesë, nga e cila duhet të ngjyrosen vetëm 2 pjesë. Tek figura e radhës e kemi tërësinë e ndarë në 9 pjesë. Thyesa është 3 të nëntat, pra na kërkohet që të ngjyrosim 3 pjesë. Dhe në figurën e fundit kemi 12 pjesë të barabarta. Kemi thyesën 4 të 12-tat, pra nga 12 pjesë duhet të ngjyrosim vetëm 4 pjesë të barabarta. Tani kemi fituar thyesa të ndryshme dhe figurat të ndryshme të ngjyrosura. Por figurat kanë diçka të përbashkët. Pjesa e ngjyrosur është e njëjtë. Pra, thyesat 1 të tretat, 2 të gjashtat, 3 të nëntat, 4 të 12-tat emërtohen ndryshe nga njëra tjetra.
por tregojnë të njëjtën pjesë të një tërësie, pra janë thyesa të barabarta. 1/3 është e barabartë me 2/6, është e barabartë edhe me 3/9, po ashtu edhe me 4/12. Në këtë mënyrë kemi fituar thyesa të barabarta, ose thyesa që tregojnë të njëjtën pjesë të një tërësie, ani pse emërtohen ndryshe. Tek detyra e radhës kemi shkruajmë 2 thyesa që tregojnë pjesën e ngjyrosur të figurës. Këtë figurë edhe ju i keni në librat tuaja, i keni të paraqitur thyesën 1/2, pasi gjysma e figurës është e ngjyrosur. Ose mund të emërtojmë edhe ndryshe. Mund të emërtojmë si 4/8. 8 rrath janë, 4 nga të cilat janë të ngjyrosura. Kemi edhe figurën tjetër. Tani kemi 6 pesëkëndshë. Dhe i kemi thyesën 3/6. 3 nga 6 pesëkëndshë janë të ngjyrosura. Si mund të emërtojmë ndryshe këtë figurë? Mund të emërtojmë si 1/2, ose gjysma e figurave janë të ngjyrosura e gjysma tjetër jo. Kemi edhe figurën e fundit, ku janë të paraqitura 10 drejtkëndsha, 2 nga të cilat janë të ngjyrosura. Atëherë kemi thyesën 2/10, ose si mund të emërtojmë ndryshe këtë figurë me thyes? Mund të ndajmë në 5 pjesë të barabarta, 1 nga e cila është e ngjyrosur, pra 1/5. Në këtë mënyrë kemi fituar thyesat e barabarta. Shkojmë në detyrën e radhës. Detyra e radhës na thotë që të plotësojmë vargun me thyesat që tregojnë gjysmën apo 1/2 dhe qerekun apo 1/4. Gjysma apo 1/2. Cila mund të jetë tjetër? 2/4. Pse? Sepse tërësia nëse është ndarë në 4 pjesë, 2 nga to kur e marrëm e kemi marrë gjysmën e figurës apo të tërësisë. E kemi edhe 3/6 e cila paraqet gjysmën, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, dhe në këtë mënyrë vazhdon vargu. Dhe kalojmë tek B-ja, të gjejmë thyesat të cilat paraqesin qerekun apo 1/4. Cila tjetër mund të paraqet qerekun në një tërësie? 2/8, edhe 3/12, 4/16, 5/20, po edhe 6/24. E në këtë mënyrë vazhdon vargu duke e gjetur qerekun apo 1/4 të thyesave. Kalojmë në detyrën e 5. Detyra e 5 na thotë që të plotësojmë. Ju e keni thyesën 2/5, e cila është e barabartë. Numëruesi na mungon, emëruesi është 10. Si do të gjejmë thyesën që është e barabartë me 2/5? Numri 5, për me arrit të numri 10, tek emëruesi, është shumëzuar 2 herë. 5 herë 2 bëjnë 10. Atëherë nëse e shumëzojmë edhe numëruesin me numër të njëjtë, ne do të fitojmë një thyes të barabartë. Pra, 2/5 është e barabartë me 4/10, sepse 2 herë 2 bëjnë 4 dhe 5 herë 2 bëjnë 10. Në këtë mënyrë do të gjejmë edhe thyesa tjera të cilat janë të barabarta. Kemi thyesën 5/6, e cila është e barabartë. Tani e kemi numëruesin, emëruesi na mungon. 5 herë sa bëjnë 10? 5 herë 2. Atëherë edhe numri 6 duhet të shumëzohet me 2 dhe na jep rezultatin 12. Pra 5/6 është e barabartë me 10/12. 4/9 që është e barabartë, tani emëruesin e kemi, numëruesi na mungon. 4/9 është e barabartë me 16/36, sepse janë shumëzuar me 4.
7 të tetat. Edhe këtu na mungon emëruesi. 7 të tetat është e barabartë me 14 të 16-tat. 3 të 10-tat është e barabartë. Kemi emëruesin, na mungon numëruesi. 10 herë 3 bën 30, pra edhe numri 3 duhet të shumëzohet me numrin e njëjtë. Dhe fitojmë thyesën 9 të 30-tat, pra thyesa 3 të 10-tat është e barabartë me 9 të 30-tat. Në këtë mënyrë kemi gjetur thyesa të barabarta. Detyra e 6 na thotë që të plotësojmë. Kemi një rreth e cila është ndarë në 8 pjesë të barabarta me vija të kuqe, po edhe në 4 pjesë të barabarta me vija të kaltra, po besoj se i keni vërejtur. Tani e kemi thyesën 2 të tetat, nga e cila do të fitojmë një thyesë të barabartë, që është me emërues 4, pra është figura e njëjtë, është tërësia e njëjtë. Në njërën anë kemi të ndarë me ngjyrë të kuqe në 8 pjesë të barabarta, në anën tjetër me 4 pjesë të barabarta. Në këtë mënyrë do të formojmë thyesat e barabarta. Tek e para kemi 2 të tetat, pra do të ngjyrosim 2 pjesë nga 8 pjesë të barabarta. Për të fituar thyesat e barabarta, ne duhet të ngjyrosim pjesën e njëjtë dhe tek thyesa e radhës. Dhe nga kjo shohim se kemi ngjyrosur vetëm një pjesë nga 4 pjesë të ndara të barabarta. Në këtë mënyrë kemi fituar 2 thyesa të barabarta të cilat emërtohen ndryshe, apo 2 thyesa të cilat tregojnë të njëjtën pjesë të një tërësie. Tani kemi thyesën 4 të tetat. 4 pjesë ngjyrosim nga 8 pjesë të barabarta. Po ashtu edhe me të kaltër ngjyrosim 4 pjesë. Po tani kemi vetëm 2 pjesë të ngjyrosura, jo 4, sepse me të kaltër janë vetëm 2 pjesë të ngjyrosura. E kemi figurën e radhës, thyesën e radhës, 6 të tetat, e barabartë. Numërosi na mungon, emëruesi është 4. Tani duhet të ngjyrosim 6 pjesë nga 8 pjesë të barabarta. E kemi ngjyrosur. E ngjyrosim me të kaltër pjesët e njëjta dhe e shohim se e kemi ngjyrosur vetëm 3 pjesë nga 4 pjesë të barabarta. Pra thyesa 6 të tetat është e barabartë me 3 të katërtat. Kemi thyesën e fundit, 8 të tetat. Po ashtu edhe thyesën e radhës ku numëruesi na mungon, emëruesi është 4. Tek 8 të tetat duhet të ngjyrosim 8 pjesë nga 8 pjesë të barabarta të emëruesit. Kur e ngjyrosim këtë edhe me të kaltër, e shohim se kemi ngjyrosur 4 pjesë nga 4 pjesë të barabarta. Dhe në këtë mënyrë kemi fituar një tërësi të plotë. Kemi detyrën e radhës. Pjesa e ngjyrosur dhe ajo e pa ngjyrosur formojnë një tërësi apo figurën. Pjesën e pa ngjyrosur e shprehim me thyes, këtë thyes e shkruajmë në drejtkëndshin e zbrazët dhe fitojmë numrin 1. Kemi këto figura të cilat i keni ju në libra, edhe këto detyra, drejtkëndshat e shohim se janë të zbrazëta. Thyesa e dhënë paraqet pjesën e ngjyrosur të figurës, thyesën tjetër do të shënojmë duke e kthyer në thyes pjesën e pa ngjyrosur të figurës. Kemi 1 të dytat, po edhe pjesa e pa ngjyrosur është 1 të dytat, dhe në këtë mënyrë kemi fituar një tërësi të plotë. E kemi katrorin e ndarë në 8 pjesë të barabarta, 6 nga të cilat janë të ngjyrosura. Ne kur e ngjyrosim edhe 2 të tjera, kemi fituar një tërësi. Pra 6 të tetat plus 2 të tetat janë të barabarta me 1. Kemi sërish katrorin, po që është ndarë në 4 pjesë të barabarta, 1 nga e cila është ngjyrosur. Nëse ngjyrosim edhe 3 tjera, atëherë kemi fituar një tërësi të plotë. Pra 1 të katërtat është plus 3 të katërtat bëjnë një tërësi të plotë. E kemi edhe 2 të katërtat plus 2 të katërtat, që është e barabartë me 1. Tani kemi detyrën e radhës.
Shumëzojmë me të njëjtin numër si numëruesin edhe emëruesin e një thyese. Kemi thyesën 2/3, të cilën do të shumëzojmë me numrin 2, si numëruesin, ashtu edhe emëruesin. Dhe do të shohim se kemi fituar thyesën 4/6. Thyesa 2/3 është e barabartë me thyesën 4/6, sepse kur numëruesi dhe emëruesi shumëzohen me të njëjtin numër, atëherë do të fitojmë thyesat e barabarta. Të shohim këtë edhe me figurë. Kemi një drejtkëndshë ndarë në 3 pjesë të barabarta, 2 nga të cilat janë të ngjyrosura. Nëse e marrim drejtkëndshin e njëjtë dhe tani e ndajmë në 6 pjesë të barabarta, 4 nga të cilat e ngjyrosim, e shohim se janë të ngjyrosura pjesët e njëjta. Të marrim edhe një shembull tjetër. Kemi thyesën e njëjtë, tani e shumëzojmë me numrin 3 dhe fitojmë thyesën 6/9. Të shohim edhe me figurë. Siç po e shihni, figura e parë, drejtkëndshi i parë është ndarë në 3 pjesë të barabarta, 2 nga të cilat janë të ngjyrosura. Drejtkëndshi i dytë kemi 9 pjesë të barabarta, 6 nga të cilat janë të ngjyrosura. Edhe pse dy thyesat e mërtohen ndryshe, e kanë të njëjtën pjesë të ngjyrosur, apo paraqesin të njëjtën pjesë të një tërësie. Të shumëzojmë thyesën 2/3 edhe me numrin 4. Do të fitojmë thyesën 8/12, 2 herë 4 bëjnë 8, 3 herë 4 12, dhe thyesa 2/3 është e barabartë me 8/12. E shohim këtë të paraqitur edhe në figurë. Edhe figurat na tregojnë se është marrë apo është ngjyrosur e njëjta pjesë e një tërësie. Nga kjo vërejmë se thyesat e fituara paraqesin të njëjtën pjesë të një tërësie, sikurse edhe thyesat 2/3. Do të thotë, kur thyesa 2/3 shumëzohet me 2, edhe emëruesi edhe numëruesi, fitojmë thyesën e barabartë që është 4/6, apo 6/9, apo edhe 8/12. Pra për të fituar një thyesë të barabartë me thyesën e dhënë, shumëzojmë si numëruesin edhe emëruesin me të njëjtin numër, po mos të harrojmë se numri duhet të jetë i ndryshëm nga 0. Nxënës të dashur, juve për detyrë shtëpie do të mbetet që të plotësoni detyrat e ushtrimit 8 në faqen 147 tek libri i bazë, po ashtu edhe të plotësoni detyrat në faqen 101 në fletore pune. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.